Mirdita të gjithëve. Pse Shqipëria lakmohet? Sot duhet jemi qartë që pse Shqipëria prej kohësh lakmohet, madje ende sot është vendi më i lakmuar i Evropës. E dëgjuat mirë, vendi më i lakmuar. Tani unë do t'i them ato çka di unë, pastaj do dëshiroja që secili prej jush të lë një koment dhe të më thoni se çfarë mendimi keni ju, nëse unë kam të drejtë ose nëse duhen shtuar të tjera informacione apo duhen hequr informacione nga ato që do t'i them unë. Si gjithmonë, kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende, do t'ju lutesha të lidheni me këtë faqe që të shihni sërish dhe faleminderit që jemi gjithmonë bashkë. Ju falenderit. Atëherë, që prej kohërave antike, Shqipëria është lakmuar. Disa thonë që është lakmuar Shqipëria sepse është vend që mund të pushtohet thjesht, sepse ka qenë gjithmonë e vogël. Kjo është një pjesë. Pra, një pjesë e asaj që pse Shqipëria ka qenë gjithmonë e lakmuar. Unë do t'i them të parën. Duke filluar që nga epoka e Romagëve, Shqipëria është lakmuar sepse kishte luftëtar të mëdhenj. Luftëtar që i bën ballë Romagëve. Dhe jo vetëm Romagëve, por historia na tregon edhe Osmanëve, madje edhe vendeve të tjera. Ky ishte fakti një, i pakundërshtueshëm. Pra, kanë lindur burra të rrallë dhe ende sot kërkohen burra të rrallë shqiptar. Pra, nëse keni vënë re, në të gjitha këto mediat e huaja, tregohet për shqiptarët si shqiptar të zellshëm. Madje do t'ju them, në konferencën që u bën në Gjermani para pak ditësh, edhe një nga politikanët e rëndësishëm gjerman e thot haptazi, është vendi më i lakmuar sepse ka njerëz të mëdhenj, njerëz të fortë dhe njerëz që kanë dëshirë të ecin përpara dhe nuk kanë frikë. Pra, një shqiptar nuk ka frikë, nëse keni vënë re, një shqiptar ta thot në sy atë që ka dhe nuk e çan kokën fare dhe sikur ti marrësh jetën atë moment. Pra, kjo ka qenë, është dhe mbetet në karakterin e një shqiptari dhe është një nga pikat bazë, pra pikërisht kjo, sepse në të gjitha kohërat këta luftëtar janë përdorur nga të huajt, por nuk janë përdorur me forcë, sepse ky është thelbi tjetër. Janë përdorur me zgjuarsi. Për shembull, që të flasim që nga koha e Romagëve, që i vendosnin general ose i bënin perandor me shumë lajkatar. Nuk diskutohet, me shumë zgjuarsi i bënin që të ishin prisa dhe aty i përdornin forcën e tij si mendonin ata. Pra, me shumë, sepse një shqiptar, nëse keni vënë re, për shembull, ne kemi dhe në familje. I them, ore dreqemori, nëse unë të them diçka ty, ti idhesh përpjet. Njërit për shembull një pjesëtar të familjes. Por ti nëse e merr me ngadalë i thua, po vllai im, shiko, dëgjoj këtu ti, dhe ta marrësh me shumë ngadalë, pra ta marrësh me lajka, ti i merr edhe zemrën, ja vjedh zemrën dhe shpirtin sepse ta jep. Kurse kur ti thua, jo, është kështu si them unë, ai të hidhet për sysh. Pikërisht pra, sepse është në karakterin e shqiptarit, në gjak dhe në gen. Dhe ky është një nga problemet kryesore që pse të huajt nuk i vërsulen dot Shqipërisë ashtu siç më përpara. Gjithmonë nëse janë vërsulur, kanë gjetur përballë njerëz me një fjalë që kanë dhënë jetën. Dhe e tregon vetë historia, s'ka nevojë ta them unë këtë. Dhe po të shikoni, pikërisht këta luftëtar ju kthyen vendeve, pra vetë vendeve, qoftë Romagëve, apo qoftë që nga Teuta, apo qoftë Skënderbeu dhe ku ta di unë. Por gjëja tjetër që është akoma më e rëndësishme është fakti i besës. Besa e shqiptarit është një. Dhe nëse këta i marrin si me shumë lajka dhe i bëjnë për vete, në fund fare ai shqiptari jep besën. Dhe nga momenti që jep besën e mban. Pra, nuk e tradhton. Dhe ky është një tjetër virtyt i shqiptarit. Tani le të hidhemi më përpara, sepse mjafton që të flasim thash deri tek Skënderbeu, por të flasim dhe më këtej tani. Pjesa tjetër që u intereson shumë të huajve duke filluar që më vonë, pra pas viteve 1500, është fakti i pozicionit. Pozicioni i Shqipërisë është një pozicion strategjik. Është një pozicion që lidh lindjen, lidh Azin, lidh Azin, ndosë është ai vend aty dhe lidh Evropën. Por njëkohësisht nëse nuk do të ishte Shqipëria, Greqia sot nuk do të ekzistonte. Do t'ja u them se përse. Sepse Shqipëria është pika kyçe e lën në këtë pozicion siç është me ato kushte që ka, pikërisht pra sepse lobet, ata që drejtojnë, e kemi thënë gjithmonë, e kanë të domosdoshme Shqipërinë që të gjendet në atë pozicion me ato
kondita dhe në këtë formë si është sot. Pra nuk u intereson atyre që Shqipëria të bëhet, por u intereson vendi dhe njerëzit që të rrinë në atë pozicion dhe në atë formë, me atë karakteristika dhe atë karakter që kanë shqiptarët. Pra, lobeve u intereson dhe vendi. Dhe pika 3, që është akoma më e rëndësishme, në Shqipëri është vendi strategjik për sa i përket klimës, motit, vendit që është pozicioni është fantastik, sepse duhet të dini që, siç e kemi thënë, edhe meridiani zero mendohet që gjendet në Shqipëri, ndoshta e kanë spostuar në Greenwich. Dhe pikërisht në Shqipëri gjenden 7 mineralet që nuk ka vend në botë që të ketë në një vend kaq të vogël që të ketë 7 minerale si Shqipëria. Ka disa vende, janë 2-3, por nuk i kanë. Pra në bazë të metrave katror, pra të kilometra katror që ka Shqipëria, duke qenë një vend i vogël, është e pamundur një vend tjetër që të ketë pra 7 mineralet si Shqipëria. Dhe kjo luan një rol të rëndësishëm edhe për jetën e kafshëve, të specieve dhe të njeriut. Pikërisht pra Shqipëria. Dhe gjëja më e rëndësishme që sot i intereson këtyre është edhe fakti që kushton pak. Nuk është me Evropën, është në Evropë, por nuk është me Evropën. Dhe kjo është thelbësore për investitorët. Pse? Sepse investitorët sot, nëse do të investojnë, sa po të futet Shqipëria në Bashkimin Evropian, do të 10 fishohen çmimet. Sepse Shqipëria do të jetë vendi strategjik që nga ku rrezatimet do të shkojnë në mbar Evropën, madje edhe në mbar botën. Bile e fundit dhe do t'ju lë me kaq. Unë them që në Shqipëri mendoj që do të ketë folen diçka e madhe. Diçka e madhe që me kalimin e kohës do kuptohet, por kjo fole nga kjo fole, mund të themi, do kenë të drejtë edhe shqiptarët të jenë pjesë, sepse foleja, si që thash, ndonse është e dikuj tjetër, pra e organizuar për të qenë e dikuj tjetër, unë them që sidoqoftë për shqiptarët do ketë edhe diçka. Do ju them të fundit dhe do ta lë këtu. Shikoni, ka shumë gjëra që jo çdo gjë mund thuhet, por ka shumë gjëra që duhet reflektuar. Duke qenë një vend i vogël, Shqipëria është e manovruar nga forca të ndryshme, qoftë politike, shoqërore apo si doni ju. Dhe nuk mund të vendosin shqiptarët. Është e pamundur. Mund të vendosin pak, por siç thoshte edhe Che Guevara, duhet të ndryshoj atës aq pak sa mund të ndryshoj, thoshte Che Guevara. Dhe mund them që duhet menduar mirë edhe për politikën dhe për shoqërinë aktuale në Shqipëri, që është e pamundur, kushdo qoftë që ka qenë, kushdo që është dhe që do të jetë në Shqipëri, nuk ka shans që të vendos. Po ja u them me zemrën në dorë dhe me plot bindje këtë, që nuk ka shans të vendos. Sepse në qoftë se nuk do të, si mund të quhet, zbatoj ato ligje dhe ato doktrina të atyre që vendosin vërtet, ai që ditën tjetër nuk do të jetë më. Qoftë politikisht, qoftë fizikisht, qoftë si doni ju. Sepse vendosin të tjerë, nuk vendos Shqipëria, kam thënë disa herë këtë, po është e vështirë që të ka shumë gjëra që nuk mund të thuhen, por megjithatë kjo na mjafton për të kuptuar thelbin, që pse lakmohet Shqipëria. Megjithatë, ju, çfarë mendimi keni për këtë argument? Është i vërtet apo jo? Çfarë do të shtoni dhe çfarë do të hiqit nga ky argument? Pres komentet tuaja, ju dua fort. Hajde, ju përqafoj dhe punë të mbarë dhe suksese kudo që t'jeni.